Temperaturat e larta kanë rikthyer thirrjet për kujdes të shtuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ekspozimi i gjatë në vap mund të shkaktojë probleme për shëndetin. Për rreziqet që sjellin temperaturat e larta, na tregon doktori Ron Hoxha. Me qenë se jemi në pikun e sezonit të verës, atëherë për shkak persistimit të temperaturave të larta, kemi të bëjmë edhe me problematika shëndetësore që munden me u paraqit si pasojë këtyre temperaturave, sidomos tek moshat të cilat janë mosha të shtyra dhe të cilat kanë probleme të cilat janë kronike, siç janë problemet kardiovaskulare, pulmonare apo renale. Problematikat lidhen kryesisht me pjesën e çrregullimeve në kuadër të këtyre problemeve kronike shëndetësore, siç është për shembull hipertensioni, mirëpo mundet me pas edhe problemet e tjera si që janë për shembull pjesa e plagështisë, pjesa e kollabimit apo dhe probleme të tjera. Ndjeshmërimet të mëdha ndaj temperaturave të larta kanë disa kategori të veçanta, për të cilat kërkohet kujdes i shtuar. Janë mosha e shtyrë mbi 65 vjeç, mirë po janë edhe fëmijët prej moshës foshnjore deri në moshën 5 vjeçare, për shkak se mekanizmat metabolik të tyre janë më të paaftëm u përshtat këtyre ndryshimeve temperaturave të larta, mirë po domosdoshmërisht një kujdes të shtuar duhet me pas të gratë shtatzana për shkak se janë të kaluar me një fazë e cila gjithë metabolizmin e tyre me një farë forme e kanë më reduktuar. Për të shmangur pasojat nga vapa, doktori ka edhe disa këshilla. Është shumë rëndësishme që me ikë sa më shumë që është e mundshme, qëndrimit në diell apo në ambiente të jashtme, sidomos në pikun e ditës, prej orës 10 deri në ora 17, është shumë rëndësishme që aktivitetet ditore, të cilat është e detyrueshme secili prej nesh me i kry herët mëngjes ose në mramje, po ashtu edhe në momentet kur kemi domosdoshme me dal jashtë, është e rëndësishme me mbrojt mjete mbrojtëse, me përdor mjete mbrojtëse, siç është për shembull kapelja, po ashtu me përdor syza dhe me përdor edhe krem me faktor mbrojtës kundër rrezatimit ose kundër diellit mbi 30. Është e rëndësishme me përdor rroba sa më të lehta, me ngjyrë sa më të qeltë dhe po ashtu me material sa më të butë, pambuk ose material të lirit. Po ashtu është shumë e rëndësishme që në kuadër të masave të përgjithshme të cilat duhet me u ndërmarr, me pas kujdes edhe me pjesën e ushqimeve të cilat i konsumojnë popullata, për shkak se është e rëndësishme me konsumu fruta dhe perimet të sezonit, të cilat kanë përqendrim më të shtuar të langjeve, të ujit, dhe domosdoshmërisht me reduktu sa më shumë që është e mundshme përdorimin e ushqimeve të fërguara. Doktori gjithashtu rekomandon konsumim të rregullt të ujit, ndërsa personat me sëmundje kronike të monitorojnë vazhdimisht parametrat jetësor, si tensionin arterial. Po ashtu, nëse shfaqen simptomat të dehidrimit si kokdhembje, marramendje, dopsi apo dritje, qytetarët duhet të paraqiten sa më parë tek mjeku familjar.